Kush ishte Pavlinoja për ju? Çfarë vlerash kishte ky njeri si portier? Si mi avu titullin atij njeri marror. E kanë vu titullin mjeshtër i madh. Mjeshtër i tumë, mjeshtër i madh. Ai ka kanë një porter trim në radhë parë, ai s'ka një frikë. Ai ka lujt me gisht, me alçin korç. Ai kishte një diapazon që pritte topat edhe nga larg, edhe që më ta poshtë i kishte tijet. Një portier që më thash, zëri sa kam shkruar me këto portierët, mendova që thojnë ka kënë do të Tahiri, po nëse kam arrit, por mas këtyne që Ahmet Njuti, Shiki Bashnjaku, që janë ta, janë Osteli, Cen Hoxha, Sami Milla, shumë tjerë që kanë kënë, nuk kanë mujtë me afru Pavlinojës. Edhe, ta kam thënë edhe herë tjetër, kena kënë të nëjnë në hotel të Huta, ishim që prishim neshe me ba me Tiranin, ishim të nëjë aty në hall, ardhi Gjelal Juka, ishte zëmen stranjarët e. Ra me ma bet pun, tak në kapit e ma beti i Paulinit, si të shë moj mënd, se ma atë mënd fjallë. Kanë me kalu, thët, 40 vjetë, nështë edhe 50 vjetë, edhe s'ka për t'jarë portierë si Pavlinoja. Edhe a i ka ardhë, dhe portierët e jashëm, për një gjithfarë portierësh, e tha që në 20 sa kam të shkru me emra portierëve, pa për në janë Osteli, Cen Hoxha, që kanë Sami Milla, kanë kënë Rëshat Qukoj, Bat Pjetër Dusha, keni gju zanin Pjetër Dusha, din të i tanë të portierë, edhe me hajtë që ka pasaj, ka kënë një me hajtë një herë, edhe ka kënë mjerë Shkodra, por si këja. Edhe ka qëndru fjale Gjelal Juksi, kanë me kalu 50. Jo me kotë të thojnë edhe legjenda por Shkodrane, Pavlinoja. Pa tjetër, s'ka ish.